Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Gjermania konfirmon mbështetjen për rrugtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, në kujtim të masakrës së kryer nga forcat pushtuese naziste në Borov. Ambasadori Karl Berger deklaroi se mbështesim dhe jemi të lumtur që populli shqiptar është në linjë me këto përparime. We are very happy that the Albanian people are so much in favor of the accession to the European Union. We are supporting the process, the integration accession process as much as we can, mostly also on the technical side, but we have also to give credit to all those Dhe mbështesim procesin e integrimit, sidomos në pjesën teknike, por dhe duhet të vlerësojmë edhe ata që zbatojnë vlerat e Europës në përditshmëri, por dhe ata që qëndrojnë për të kërkuar zbatimin e ligjit, mbrojtjen e natyrës dhe çështje të tjera që lidhen me procesin e integrimit. Politik. Komisioni Xhafaj në Kuvendin e Shqipërisë kritikon punën e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, një nga sistemet më të dobta të drejtësisë. Pas raportimit të kryetares së Këshillit të Lartë të Prokurorisë Mirela Bogdani në Komisionin për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale, Fatmir Xhafaj vlerësoi se shumë çështje që lidhen me sistemin e prokurorisë gjenerojnë nga vendimarrje të diskutueshme të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Çështjet që lidhen me vlerësimin, me promovimin, gjitha këto do vazhdojnë në kalendat grek. Se ju keni vështirësi në marrjen e vendimeve. Ju keni vështirësi në marrjen e vendimeve për shkak se nuk shfryzoni efektivisht kohën tuaj të punës. Xhafaj u shpreh kritik për mënyrën e plotësimit të vakancave. Krahas saj, ai kritikoi dhe trajnimin e kapaciteteve mbështetëse në Këshill që sipas tij nuk duhet të jetë hapësirë qokash. Digitalizimi sipas Xhafajt mbetet një nga pikat që ndikon negativisht vlerësimin. Vijon protesta para kryeministërisë në ditën e saj të 37. Protestuesit vijojnë marshimin në rrugët e Tiranës me thirrje ta arrestoni Ramën, parlamenti i krimit Adheu nuk shitet, Edi Rama jep dorëheqjen, Rama në burg dhe Berisha në burg. Protesta nuk u shoqërua me incidente. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaron se partia më e madhe opozitare nuk do të marrë pjesë në kuvend derisa të merren parasysh kërkesat e protestuesve. Gjatë një konferencë për mediat, Berisha tha se Partia Demokratike nuk ka bojkotuar parlamentin, por ka vendosur të mos marrë pjesë në seancat plenare derisa të futen në rendite amendamentet e propozuara nga deputetët demokratë, të cilat sipas tij pasqyrojnë 5 kërkesat e protestuesve. Kemi bojkotuar parlamentin, kemi shpallur mos pjesëmarrje në seancat parlamentare dhe jo në komisione, gjersa Edi Rama të mos bllokoj paraqitjen në parlament të amendamenteve që kanë dorëzuar deputetët tanë për ndryshimin e ligjeve që kërkojnë përfaqësues të protestës. Berisha tha se mazhoranca po bllokon shqyrtimin e këtyre amendamenteve, duke cilësuar të si shkelje të drejtave kushtetuese të opozitës dhe mungesë e respekti ndaj protestave dhe qytetarëve. Mbajtja e tyre pa i paraqitur në parlament është një fyrje shumë e rëndë për opozitën, protestën dhe për shqiptarët. Është një dhunim i të drejtave kushtetuese. Ekonomi. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gen Seko argumentoi forcimin e lekut me përmirësime strukturore në bilancin e jashtëm të ekonomisë shqiptare dhe rritjen e flukseve valutore që hyjnë në vend. Gjatë raportimit në Komisionin e Kuvendit për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale, Seko u shpreh se gjatë vitit 2025 bilanci i jashtëm është përmirësuar ndjeshëm, i mbështetur nga të ardhurat në rritje nga turizmi, remitancat dhe investimet e huaja direkte, kryesisht në sektorin e pasurive të paluajshme, të cilat kanë sjellë miliarda euro në ekonomi. Forcimi i lekut ka ndihmuar në uljen e inflacionit të importuar, duke bërë të mundur që rritja e çmimeve të ngadalësohet më shpejt dhe me më pak kosto për ekonominë. Ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në tregun valutor kanë qenë kujdesshme. Ato nuk kanë synuar mbajtjen e kursit të këmbimit në një nivel të caktuar, por zbutjen e lëvizjeve të shpejta dhe shmangjen e rreziqeve për stabilitetin monetar dhe financiar të vendit. Guvernatori theksoi se përsa kohë Shqipëria ka një regjim të lirë të kursit të këmbimit dhe ekonomia vijon të rritet me ritme rreth 3.8%, e mbështetur nga flukset natyrore valutore, është normale që monedha kombëtare të vijojë të mbiçmohet. Banka e Shqipërisë mbetet e bindur se fleksibiliteti i kursit të këmbimit është një zgjidhje optimale për stabilitetin e vendit. Paralelisht, rezerva valutore është administruar me kujdes sipas parimeve të sigurisë, të likuiditetit dhe kthimit.
Në fund të vitit 2025, rezerva valutore arritin në nivelin e 7.3 miliard euro, duke forcuar aftësinë e vendit për të përballuar goditjet e jashtme. Shqipëria rrit investimet për mbrojtjen dhe sigurinë në kuadër të angazhimeve të saj si vend antar i NATO-s, duke mbështetur modernizimin e forcave të armatosura dhe forcimin e kapaciteteve mbrojtëse. Ministri i Financave Petrit Male publikoi të dhëna mbi ecurinë e shpenzimeve për mbrojtje, duke bërë të ditur se buxheti i këtij sektori është rritur me 24.1 miliard lekë në vitin 2020 në 52.6 miliard lekë në vitin 2025, ndërsa për vitin aktual ka arritur në 69.2 miliard lekë. Sipas ministrit, rritja e financimit për mbrojtjen ka krijuar mundësi për modernizimin e forcave të armatosura, përmirësimin e kapaciteteve operacionale dhe forcimin e kontributit të Shqipërisë në sigurinë e përbashkët të aleancës. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor në Shqipëri Ervin Demo deklaroi se qeveria po zbaton një paketë të gjerë masash financiare dhe reforma që synojnë rritjen e cilësisë së shërbimeve dhe zhvillimin e qëndrueshëm të territorit. Gjatë një konference përshtyp, Demo cilësoi errësi faktin që 30 milion euro janë parashikuar për fuqizimin logjistik të bashkive, ku 20 milion euro për emergjenca civile dhe 10 milion euro për përmirësimin e transportit urban. Sipas këtij javë prezantohet Rilindja 2.0, një qasje re zhvillimore me fokus në transformimin e territorit, mbështetjen e startupeve, qendrave shëndetësore dhe zhvillimin e zonave industriale. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Andi Salla, konfirmoi angazhimin për mbështetjen e fermerëve dhe zhvillimin e ekonomisë rurale në vend. Në ditën botërore të zhvillimit rural, Salla theksoi se për vitin 2026 përfshihen 5.2 miliard lekë për skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi, si dhe 1.5 miliard lekë garanci sovrane për kreditimin e fermerëve dhe agrobiznesit. Po ashtu parashikohen 4 miliard lekë investime në ujitje dhe kullim, me synim garantimin e një prodhimi më të qëndrueshëm dhe mbrojtjen e tokës bujqësore. Një tjetër masë njoftuar është dekompensimi prej 10% për shitjen e produkteve bujqësore, i cili nis nga një koriku si mbështetje drejt për drejt për fermerët dhe formalizimin e sektorit bujqësor. Sociale. Filluar regjistrimet online për klaset e para dhe të 10-ta në Albania. Ministri i Arsimit të Shqipërisë Mirela Kumbaro kërkoi respektimin e afateve dhe rregullave për regjistrim me qëllim që bashkitë dhe zyrat arsimore të planifikojnë punën për vitin e ri shkollor. Duhen respektuar për të ndjekur dhe për të regjistruar fëmijët në ato shkolla të cilat janë përcaktuar pranë vendbanimit tuaj. Është shumë e dobishme, shumë e rëndësishme edhe për të bërë planifikimin e orëve të mësimit, e mësuesve, e shkollave, si për bashkitë, ashtu edhe për zyrat arsimore, të cilat kanë filluar tashmë punën për përgatitjen e vitit të ardhshëm shkollor. Sistemi do të qëndrojë i hapur deri më 31 korrik për regjistrimet në klasën e parë dhe regjistrimet në gjimnaz ose shkollë të mesme të orientuar. Për të gjithë nxënësit që dëshirojnë të ndjekin gjimnazin me kohë të pjesshme, regjistrimet do të jenë të hapura deri më 11 shtator, kurse për nxënësit që dëshirojnë të regjistrohen në shkollat e mesme profesionale, kanë afat datën 30 shtator përmes portalit e-Albania. Maturantët shqiptar që synojnë të vijojnë studimet e larta në universitetet shqiptare do të kenë mundësi të aplikojnë në portalin e-Albania. Raundi i parë i aplikimit është nga 27 korriku deri në 1 gusht. Procesi i aplikimit do të zhvillohet në 3 raunde, duke nisur me pagesën e tarifës dhe më pas me përzgjedhjen online të 10 programeve të studimit sipas kalendarit zyrtar të publikuar për vitin akademik 2026-2027. Sipas tij, raundi i dytë i aplikimeve nis me pagesën e tarifave më 30 gusht deri më 17 shtator. Më 23 shtator do të publikohet renditja e aplikantëve në u-Albania. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.